Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sot do të ndalim të një nga profetët më të zgjedhur ndër të dërguarit e Allahut Madhreshëm, e ai është Ibrahimi a.s. Allahu i Manushëm Hazreti Ibrahimin e përshkroi si një ummet në vetvete, si një popull, domethënë si një njeri i cili kishte vlerën e qindra mijëra njerëzve. Allahu i lartësuar në Kur'an thot, me të vërtetë Ibrahimi ishte një ummet, ishte një këmbë, ishte një popull i përulur ndaj Allahut dhe i drejtuar vetëm tek ai. Në një kontekst tjetër, Allahu i gjithdijshëm i drejtohet atij duke i thënë: kur Zoti i tha, dorëzoju, përulju Allahut, e ai tha, unë i dorëzohem Zotit të botëve. Këtu ai ju përgjigj urdhrit të Allahut Madhrueshëm me përullësi dhe përkushtim të plot ndaj tij. Pas kësaj, Hazreti Ibrahimi a.s. e merr premtimin hyjnor. Allahu i Madhrueshëm i thot: unë do të bëj ty pres për njerëzit. Ndërkaq Ibrahimi a.s. ja kthen Zotit me një kërkesë, por çka do të ndodh me pasardhësit e mi? Ibrahimi a.s. duke qenë se kuptoi që është i zgjedhur nga Allahu i Madhrueshëm, por ai shqetësohet ose vazhdon të shqetësohet për të ardhmen e pasardhësve, për të ardhmen e popullit të tij. Thjesht ai, si gjithë pejgamberët, nuk mendon vetëm për shpëtimin e tij personal, por ai vazhdimisht, ai dhe gjithë pejgamberët vazhdimisht, domethënë, interesoheshin ose kishin tjetë shqetësimin e gjithë komunitetit, shoqënive dhe popujve ku jetonin. Dhe në fakt, këtu shfaqet madhështia e pejgamberëve, dhe kjo është një arsye që ne vazhdimisht bëjmë thirrje që të mësohen, të lexohen, të analizohen pejgamberët e Zotit. Marr parasysh se shqetësimi i tyre ishte për popujt, jo vetëm për veten e tyre. Është interesant në Kur'anin Fisnik edhe një sekuencë, mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, kur Zoti i Gjithësisë e sjell në Kur'anin Fisnik një pyetje e cila vjen nga një njeri i dërguar nga Zoti, i kalibrit dhe i nivelit të Ibrahimit a.s. Që ndonjëherë e kam përshtypjen që ne po mundohemi të ndërtojmë ndonjëherë fetari e cila është fetari që nuk guxon të pës, ose fetari e vobekt, e cila, domethënë, synim ka shtypjen e mendimit ose të pyetjes. Ndërkaq që Kurani Fisnik gjithmonë vjen me trajtjen e pyetjes. Kurani e mëson njeriu me pyet, sepse aq sa është thellësia e pyetjes, po aq është thellësia e mendjes. Allahu i Madhrueshëm na sjell në Kuranin Fisnik kur Hazreti Ibrahimi thot: o Zoti im, më trego si i ringjallë vdekunit. Allahu i thot: a nuk beson? A i thot: po, gjithsesi, por dua që zemra ime të qetësohet. Domethënë, edhe pse ishte profet, madje ishte njeri i veçantë i Zotit Madhreshëm, i ngarkuar me një mesazh hyjnor, ai kishte nevojë për shenja që e forcojnë edhe më tepër besimin e tij dhe e ofrojnë atë edhe më tutje te Allahu i Madhrueshëm. Hazreti Ibrahimi ka një cilësi të veçantë. Cilësia e veçantë e tij ishte qëndrueshmëria dhe guximi përballë sfidave. Zati feja gjithmonë e kërkon edhe guximin, sepse thjesht për ta përqafu fen dhe për ta zbatuar fen për herë duhet edhe guxim. Ai nuk u tërhoq asnjëherë përballë përjashtimeve, përbuzjeve, madje edhe hedhjes në zjarr. Ishte një moment kur u hodh edhe në zjarr. Megjithatë, kur nuk u zbraps nga misioni i tij. Ai përballoi gjitha këto për herë duke i besu Zotit dhe duke u mbështetur te Zoti i Gjithësisë. Përveç besimit të fuqishëm, ai zotronte edhe mençuri. Dhe mendoj kjo është ajo pjesa që ne muslimanë sot kemi shumë nevojë të ndalemi e ta lexojmë, ta studiojmë jetën e Hazreti Ibrahimit. Kishte aftësi për të menduar thellë, një gjë që
relativisht sot ju mungon njerëzve fetar. Besimi nuk e pengon të përdoret arsyeja. Besimi nuk e pengon arsyen. Besimi që kishte ai nuk e pengon të Hazreti Ibrahimin ta përdorte arsyen edhe në dialog, edhe për t'i bind të tjerët. Domethënë, Hazreti Ibrahimi kishte aq edukat sa e dëgjoj me kujdes edhe atë njeri që kishte pikpamje ndryshe ndaj tij. Kjo shihet në debatin që Kurani i Madhreshëm e sjell me mbretin që pretendonte fuqi hyjnore, atë që ne e quajmë Nemrudin. Allahu i Madhnushëm na përshkruan një pjesë të atij komunikimi që kishte: a nuk e ke parë ti atë që kundërshtoi Ibrahimin rreth Zotit të tij? Veçanërisht se atij kishte dhënë Zoti pushtet, dhe kur dikujt i jepet pushteti dhe ai nuk është i formuar, sigurisht që pushteti mund të habit. Pra Nemrudit i kishte dhënë Zoti pushtet, dhe duke qenë se ishte thjesht jo i formuar si duhet, kishte kriju bindjen që ai është Zoti, ka elementet e hyjnisë. Kur Ibrahimi i tha Nemrudit: Zoti im është ai që jep dhe sjell vdekje, jep jetë dhe merr jetë. Ai tha: edhe unë jep jetë, edhe unë marr jetë. Domethënë, mund ta fus dika në burg, edhe mund thjesht ta liroj nga burgu. Thjesht ishte komplet një qasje ndryshe, sepse burgu dhe jeta nuk është krahasim i duhur. Megjithatë, Ibrahimi a.s. kaloi në një argumentim edhe më të kthjellët dhe i tha atij: Allahu im e sjell diellin nga lindja, sille ti nga perëndimi. Atëherë ai që mohoi mbeti i shtangur, dhe Allahu nuk e udhëzon një popull zullumçar, një popull të padrejtë. Një tjetër shfaqje lidhjes së tij të fortë me urdhrin e Allahut Madhnushëm është momentin kur ai pa në ëndër se duhet ta sakrifikojë të birin e tij, Ismailin. Pra nëpërmjet një ëndre, marr parasysh se ëndra është formë e shpalljes të profetet. O i biri im, unë pash në ëndër se po të flijoja, po të bëja kurban. Çfarë mendon ti për këtë? Shihni një profet qysh komunikon me të birin e tij. Ndon se pranon një urdhën nga Zoti i gjithësisë, megjithatë e pyet birin e tij: kam po ëndër, jam i urdhnuar, çka po mendon ti? E i biri i tij Ismaili ja kthen: o baba im, bëje atë që je urdhëruar, nëse do Allahu, unë do të jem nga të duruarit, ose do të jem prej durimtarëve. Në këtë ngjarje, Ibrahimi a.s. përjeton momente, domethënë, natyrshme të dyshimit, të vështërësisë, të një akti që dorën zemër nuk e njeh bota, domethënë një momenti kur ai duhet ta bëj kurban birin e tij. Pra, edhe ai kishte, si më thon, telashet e veta, marr parasysh që sado që pejgambert ishin të lidhur me Zotin, për herë ishin edhe njerëz, domethënë brenda tyne silleshin krejt elementet njerëzore. Megjithatë, në fund ai i dorëzohet plotësisht Allahut Madhnushëm, dhe e dini se si përfundon domethënë historia mes tij dhe Ismailit. E paqet një ditë agjerimi të këndshëm, mos harroni ata që i doni të thuani se i doni, sidomos në një botë që kaq pak ka dashuri. Faleminderit shumë, selam aleikum.